Ta konsiderojmë të hapur diskutimin, po e nisi rastësisht me ju zot Evangjeli, sepse mbrëmjen e djeshme më keni folur për proporcionalitetin e reagimit forcave të rendit, ne kemi komentuar drejt për drejt protestën kur përshkonte drejt fundit, kishim dhe komunikime të momentit. Megjithatë, sot kemi marrë një kundërreagim që vjen nga kreu i Partisë Demokratike. Si u erdhi, pasi që ne kemi pasur edhe komunikime mbrëmshë zot Berisha që fliste për një stin protestash, fliste për vetë përmbajtjet protestuesve. Sot që doli me këtë skenar ekzekutimi, si u tingëllon kreu i Partisë Demokratike dhe çfarë ju thot dekodimi i këtij paralajmërimi ndoshta për planin e kësaj stine të re protestash që po planifikon Partia Demokratike? Unë jam i trembur zonjë. Kam frikë. E djeshmja, pavarësisht gjithë dinamikës asaj që ndodhi, është normale në këtë anormalitetin ton të vazhdueshëm. Ne jemi mësuar me një gjë të tillë, diçka më shumë njëra palë, diçka më tepër pala tjetër, njëra sulmon, tjetra tërhiqet, po prap ishte normale në kuadrin e anormalitetit përgjithshëm që ka shoqëria shqiptare. Meqense zot Evangjeli ishte normale dje, pse jeni i trembur sot? Sot u tremba kur dëgjova Sali Berishën, liderin e opozitës, të përmendte numrin tragjik 4, të fliste për një skenar me sniper, për një plan të majorancës për të ekzekutuar pa gjyq, dhe u shfaq si fantazm deja vu-je e 21 janarit. Ishin këto insinuata të qëllimshme, thoni ju, apo ndoshta ishte një konfuzion aksidental që erdhi nga detajet që zoti Berisha përsëriti? Jo, është po i njëjti autor i fantapolitikës që 14 vjet më parë shpiku çadrat pistolet, stilolapsat pistolet, thikat me helm gjarpëri e me radhë. E sot po fliste për plumba gome nga snajperi i forcave të rendit. Aq sa li të kuptohej subkonscienca e një politikani veteran si Berisha, e këtij mbreti të hiperbolës dhe të enumeracionit, ndjej i keqardhur pse nuk ishte ndodhur kështu. Më trishtoi dhe mënyra se si foli Edi Rama, shumë i përmbajtur se Berisha 14 vjet më parë, por tregoi armët vrastare të protestuesve, duke si kur donte të vizatonte anën tjetër të një monede. Sërish u shfaq si fantazme përgjakur 21 janari 14 vjetëve më parë. Duke si kur të dyja palët po tentojnë dhe janë në një kurs për plasjeje. Është e qartë që opozita në përpjekjen për faktorizim, atë që nuk e bën dot as nëpërmjet numrave në parlament, as nëpërmjet ideve, as nëpërmjet moralit, po tenton ta bëj nëpërmjet forcës që tregon në bulevard, për të shkaktuar destabilitet që do të bënte të mundur ndërhyrjen e aktorëve të tjerë për të zgjidhur sherrin ton të vazhdueshëm. Ju po thoni që po furnizohet një lloj skenari, i cili nuk arriti të realizojë praktikisht mbrëmjen e djeshme për të provokuar një reagim të jashtëm. Zonjë, unë po ju them që jam i trembur. Ndërkohë që nga ana tjetër duket se ky skenar i një destabiliteti deri diku të kontrolluar për të sfumuar çfarë po ndodh gjithçka përreth, i intereson edhe kryeministrit. Pra në zjarrin e molotovëve dhe të sprajtëve me pipera apo të përplasjeve të mundshme mes protestuesve të policisë, të fshihen problemet e tjera. Ju thash, sot ndjehemi trembur sepse tentoj, lutem të mos ndodhë kështu, spiralen e dhunës që do të përgatitet mbas një jave dhe faktin që të gjithë elementet, jo benzina në shishe, po benzina në mendje dhe në mendësi, është kudo. Në fakt, ju trëmbni më shumë dhe trëmbni masivisht kur flisni për dy palë të interesuara për këtë konflikt të gjithë. Për motive të ndryshme. Për motive të ndryshme, po me të njëjtin qëllim, që do të ishte destabilitet i cili vjen si produkt i një proteste të ardhshme. Që destabilitetin ta afroj për faktorizim, për të bërë palë me kushtet të tjera për të negociuar, dhe pala tjetër për t'i vënë një kapak problemeve të tjera, duke konsideruar destabilitetin si një diçka që duhet monitoruar. Unë jam optimist nga natyra. Unë besoj që
shpesh si në ligjet e arkitekturës, ku është drita më e fortë, është dhe hija më e fortë, ku ka konflikt më të egër, ka dhe mundësi për kompromis, dhe palët e kanë këtë shans, e thënë se ne të tillë jemi, ku ka geg, herët avon do të ketë edhe tosk dhe anasjellësh, ku ka tosk ka dhe geg, pra jemi një. Unë e shikoj këtë o si një mundësi që mund të jap një stad tjetër të politikë bërjes, nëse duan dhe nëse din, ose kam frikë shumë se më realizohet ky skenari i frikësim. Të shojmë nëse frika juaj ka mbërritur edhe në pjesën tjetër të panelit, dua të dëgjoj zotin Zogaj. Zotin Zogaj, cili është leximi juaj sot që edhe mendjet edhe vështrimet tona janë ftohur nga protesta e mbrëmshme dhe keni ridëgjuar Sali Berishën që shpesh preferoni të mos e komentoni sepse më thoni që është një përsëritës i mirë i vetvetes. Sot si u tingëlloi? Po çat lexosh, është banale të them drejtën, dhe mi bë dhe ne tani të rëndom duke komentuar një gjë që është shifë shkruaj. Ja, në këtë rast të rëndomt janë autorët. Shifë shkruaj, ne ftohemi tani. Ne jemi ricikluesi dhe interpretuesi. Publiku e ka shumë të qartë se çka ka nosë, sepse kjo është shifë e shkruaj. Domethënë, to janë skena që monitorohen, filmohen live nga dhjetra kamera, 10, 20, 30, dhe qindra celularë. Pra, asgjë nuk mund të fshihet. Asnjë narrativ, nuk mund të qëndrojnë nëse kundërshton filmin, filmimet, pamjet, imazhet. Për çka ka ndodhur aty dhe çka pretendon Sali Berisha, kush tjetër, duhet të drejtohen organeve. Për gjëra që ne nuk i kemi parë me sy, nuk kemi çfarë të komentojmë. Megjithatë, unë po ju pyes për ndërtimin e retorikës, se ne kemi parë në transmetim të drejtë për drejtë atë çfarë kryesisht ka ndodhur në brëm. Pra, kush ka pa gjëra që si kemi pa ne, si kanë pa kamerat, le të shkojë ti drejtojnë organeve kompetente dhe deri këtu jeni korrekt. Domethënë duke fol në foltore. Ajo që mund ta themi, domethënë si një bën dy është kjo. Që kjo është protestë politike. Siç janë politike gjitha protestet që organizon Partia Demokratike, që është parti parlamentar. Ajo i organizon ato, ndërmarrë një fushat, deputetët, zgjedhurit për të sjellë njerëz në Tiranë. Skenari është i përgatitur në selinë e Partisë Demokratike. Asgjë nuk del jashtë skenarit, sa aty mungojnë turma të tjera që vijnë jashtë skenarit. Nuk ka. Pra ju thoni që këto janë turma të kontrollueshme brenda menaxhmentit të Partisë Demokratike. Kush thot kundër është ai nuk shef nga syt. Ajo është edhe, si më thën, repertori, domethënë edhe minutazhi është i planifikuar. Do flas ky, pastaj mbasi flet Saliu, po ta shikoni, fillon pastaj jepet komandë dhe fillojnë breshit e Molotov. Shkojnë me Molotov, kanë shkuar të përgatitur. Pra nuk kanë janë përgatitur me hedh Molotov. Sikur të mos ketë polici hiç aty atë do hedhin Molotov. Pra asgjë spontanitetit po më thoni. Po kanë shkuar përgatitur, nuk është se ka ndodhur një. Mirë, nuk është një protestë rastësore, zoti Zogaj, është organizuar e paralajmëruar. Problemi është ky që le të bëjmë protestë sa duan, se ata punë atyre, protestat janë një drejt, jam dakord, protestat janë të frytshme kur janë, sidomos kur i drejtojnë parti politike, ato janë më thënë të vlefshme, të frutshme, efektive, kur ka pjesëmarrje masive të popullit.